kundër asabstenoj LDK-ja. Si e pat këtë? Mendoj se është veprim i qelluar, i miratimi rezolutës është i qelluar, ishte i domosdoshëm, u imponu pas asaj çfarë dëgjuam 3-4 ditët e fundit në dhomat speciale të Hagës. U imponu dhe unë madje mendoj që nuk do duhet ishte e fundit, jo nuk mendoj të bëhet ndonjë rezolut tjetër, por si reagim shtetëror, i nivelit shtetëror, sepse dy çështje kanë qenë shumë kontestuese dhe që meritojnë vëmendje edhe më tutje të Kosovës dhe në fjalën e prokurorisë. Një ishte fakti që prokuroria në një farë forme direkt ose tërthorazi thuase u amohoi të drejtën shqiptarëve për luftë, për liri, pavarësi për luftën për pavarësi, sepse dy formulime ishin të azëm njëra, ishte, po parafrazoj, por esenca është kjo, apostrofohet zoti Selimi, thuhet sulmonte stacionet policore. Po zbloqet. Ose ishte tjetra, zoti Thaqi dhe zoti Veseli shkonin në Shqipëri për të marrë armë. Kjo është shumë simptomatike dhe thua se prokuroria nuk e kishte parasysh që ishte luftë dhe faza e fundit e dezintegrimit të Jugosllavisë. Lirë për shtypja thu se inkriminoheshin, sepse thuheshin në formë inkriminuese. Tani shtrohet pyetja, çfarë ka inkriminuese nëse zoti Selimi ka sulmuar stacionet policore dhe Thaqi Veseli kanë shkuar në Shqipëri dhe kanë marrë armë. Kjo është një aspekt, do të thotë, një farë tentimi i tërthort i mohimit të drejtës së shqiptarëve për luftë, për liri dhe pavarësi. E dyta, pohimi që zoti Rubin dhe zoti Clark nuk kanë pasur njohuri për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Janë mashtruar, thanë, nga zoti Thaqi. Nga zoti Thaqi. Tërthorazi ishte goditje edhe për NATO-n. Sepse nëse shefi NATO-s nuk pas ka pasur informata për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, rrjedhimisht nuk ka ditur atëra edhe çfarë po ndodh në Kosovë. Apo është një gjë të tillë, është, do thotë, ishte banale, por tërthorazi mendoj që godet edhe NATO-n e godet. Patjetër, po zoti Koci, LDK propozoi që të vendosej një pikë shtesë në të cilën do të shtohej në këtë rezolutë, sepse parem ishin pro të votonin, por thoshin që mund të shtojmë edhe një pikë ku kërkohej të zbardheshin të gjitha vrasjet që ndodhen gjatë dhe pas luftës në Kosovë, vrasjet politike. Zonja Jona Lushaku e prezantoi këtë pikë dhe Vetëvendosja dhe PDK edhe AK nuk e pranuan këtë pikë ta shtojnë në rezolut dhe rrjedhimisht LDK-ja u skejua, tha nuk marrin pjesë më votepër. Mendoj që nuk ishte e qelluar nga LDK-ja në këtë moment. Pse? Askush nuk e përjashton në instanca tjera atë që ata kërkuan, por mendoj që momenti dhe objekti ku i dërgohej dhe thot nuk ishte në kontekstin e zhvillimeve, sepse po them edhe një herë, atë çfarë kërkuan ata, ajo kërkesë mbetet, nuk e mohon kush atë kërkesë të tyre nëse nuk futet në rezolut. Mendoj që nuk ishte qelluar, por mendoj që gabuan, sepse thjesht në këtë moment nuk më duke qelluar. Dakor. Mirë, të kalojmë. A përjashtuar faktin që mund të kenë të drejtë në kuptimin e përmbajtjes së kërkesës. Por në këtë moment dhe në atë rezolut nuk më duke qelluar. Pa nuk ishte kërkesa e LDK-s diskrepans paksa dhe logjike kur kjetë parasysh që rezoluta i referohej edhe një periudhës kohore tjetër se çfarë kërkonte LDK-ja. Ishte një aspekti kohor, kontestues, po edhe ishte në diskrepans me atë që thuaj, praktikisht do të dërgoheshin 2 mesazhe praktikisht. Nëse do të futej ajo pjesë, besoj unë, do të një tërthorazi dërgoheshin 2 mesazhe. I humbë të edhe fokusi i rezolutës, po thoni. Mendoj që kërkesa atyre nuk është që nuk ka vend, por në këtë rezolut dhe në këtë moment mendoj që nuk kishte vend. Pra po thoni mund të shkonte si rezolute veçantë apo diçka tjetër? Është çështje e hapur që mund të diskutohet, shërtohet me vonë në kontekste tjera
kohore, por në këtë moment dhe në këtë rezolut nuk mendoj që ishte e goditur. Dakor, sonte ne prisnim realisht që të kalonin në disa nga marrëveshjet ndërkombëtare, por duket se kjo gjë është lënë për një seancë tjetër që me shumë gjos do të mbahet nesër, sepse pas ditës së nesër me kalon afati për disa nga marrëveshjet ndërkombëtare, Kosova rrezikon të humbë miliona. Si po e shihni gjithë procesin pas konstituimit kuvendit dhe qeverisë? A duket një energji e re, a duket që të paktën po funksionon diçka, apo të paktën jeni edhe ju i lumtur që me ne në studio këtu nuk diskutoni për një kohë gjatë për ngërçin politik dhe mundime dhe përpëlitjet tuaja të jepni kuptim diçka të pakuptimt? Normalisht jemi i lumtur që nuk diskutojmë për ngërçin. Ishte momenti i fundit. Në basketbol quhet zeitnot, apo çasti i fundit, ose ndryshe Kosova bllokohej financiarisht. Bankrotonte në aspektin financiar, mbetej pa buxhet. Mendoj se kjo ka ndikuar dhe humnin qindra miliona euro nga plani i rritjes, nga fondet të Bankës Botërore. Mendoj se kjo ka bërë që klasa politike ta kuptojë që është momenti, bukfalisht momenti i fundit. Dhe kjo ka ndikuar, por besoj që nesër ato marrëveshje nuk do të miratohen pa asnjë problem, nuk parashah asnjë problem. Është diçka krejt tjetër, por besoj pak më vonë ndoshta bisedojmë çështja e presidentit ose presidentes, ku unë nuk përjashtoj mundësinë nga tresave të reja. Ju nuk mbase mund ta vazhdojmë pikërisht këtu, pasi më vonë do të flasim